Kandidati për kryetar të komunës nga PDK-ja Shaqir Totaj, e ku ishte dhe partësi listës Kujtim Gashi dhe shumica kandidatëve që karojnë për kuvend bashkë me sekretaren e PDK-s Vlora Qitaku dhe deputetët Najt Hasani e Enver Hoxha. Në lagjet 2 Koriku dhe Petrov u pritë në mënyrë madhështore, sepse atje ka veprimtari që nga themelimi i kësaj partie, të cilët edhe i ka falendëruar kryetari Totaj duke i quajtur themile të PDK-s. Para të pranishmëve ka përshëndetur sekretarja Vlora Qitaku. Faleminderit shoq. Faleminderit shoq që fal punës së shkëlqyeshme që e ke bërë tani 4 vite në kryet Prizrenit, përveç që u ke letuar e përmirësuar jetën qytetarëve të Prizrenit, na e ke letuar jetën edhe neve në Prishtinë. Po besoj që prova e vetë po pajtohet me mu, sa herë na vinë mysafir në Kosovë, na një kafe shpejt e pina në Prishtinë dhe pina në Prizren. Në Prizren, këtë qka shërë, është bo një punë mrekullueshme të Shatërvani, po dhe të pjesë tjera qytetit, janë ndërtu rrugë, janë rimaru shkolla, po qka është më e rëndësishmja, Prizrenit në këto 4 vite i është rikthyer shpresa edhe digniteti. Faleminderit për punën e mrekullueshme. Dhe unë e di që sot secili prej nesh që është punësor, po dhe të tjerë që nuk janë këtu, boll hapur, dalim dhe kërkojmë votë e mbështetje për Shaqir Totaj. Dhe boll hapur kërkojmë mbështetje dhe votë edhe për këtë listë fantastike të kandidatëve për kuvendin komunal. Populli thotë trimi i mirë me shok. Shoqja është një lider që punon me ekip dhe rreth vetës ka një ekip të jashtëzakonshme profesionistësh. Burra e gra të dëshmuar në fushat të tyre të cilët sot janë kyçën politik, jo pse kanë nevojë personale, po pse ndjejnë detyrim ndaj Prizrenit dhe ndaj qytetit të cilin e duan aq pak. Unë e di kryetar që doan edhe sot po ta uroj, fitoria në Prizren është e sigurt. Kemi kërku besim. Edhe dash me na besu, dash me besu kredibilitetin tonë, të kalumës tonë. Mirë po këto 4 vite pushtet që kemi pas, konsideroj që me shumë argumente kemi arsitu besimin. Edhe tash, përveç që kërkojmë besim, kërkojmë vlerësim. A u thonë vlerësimin e punëve të mira, cëllat jetë bon për këto 4 vite të fundit. E këto 4 vite të fundit kemi bon punë relativisht mira, shumë të mira. Ka punë të cilat shihen, projekte të cilat ju i dini shumice prej tyre. Tu ja fillu për deblokimit rrugës tranzitit, Shatërvanit, trotuare, vazhdahane, qendra sportive, teatri, rrugë në përfshatna, sala, edukatës fizike në shkolla, shtëpitë kulturës, në zhurë, hoqë, shumë të tjera. Po ashtu ka dhe indikator të matshëm performancës. Komuna ma transparente se përket transparencës buxhetore. Komuna ma transparente me transparencë përgjithshme. Komuna që ka fitu grantin ma të madh performancës mas lufte për 2.050.000 euro. Komuna që si mas matjes ministrisë pushtetit lokal, prej 51 pikë të performancës kemi kalu 83, edhe komuna e cila përveç premtimeve që i ka dhonë, që kemi realizu 50, edhe një 150 premtime që si kemi dhonë hyq, por 150 projekte ma të vogla i kemi realizu. Këtë këto jënë bo duke ju falemderu faktin që na kemi zhvillu një mentalitet të punës ekipore. Dhe tani me shumë suksese e rezultate odheq
drejtorinë e arsimit, është pjesë e ekipit të kryetarit Shaqir Totaj, prandaj kam kënaqësinë të aftoj para jush Ludieta Veseli, Totaj, kandidate për kuvend komunal. Me emocion të veçantë, po me nder edhe krenari sot para jush, sikur në ditën e parë, në vitin 2013, kur fillova rrugtimin politik, po nga kjo sallë, po nga kjo nëndek, falëndëruese dhe mirënjohëse për secilën mbështetje që i keni dhënë Partisë Demokratike, sikur edhe sot që jemi bashkë për ta mbështetur vizionin e kryetarit Shaqir Totaj për punë me nder, me përkushtim dhe profesionalizëm. Dhe tani edhe kuvendari i tanishëm dhe kandidati aktual Shkëlzen Kastrati, që është partës i shumë aktiviteteve dhe paraprirjes i projekteve në lagjen dy Korriku, si dhe kandidat kësaj ane Driton Sallauka e Endrit Zogaj, të cilët pohuan se përkushtimi i tyre do të jetë më shumë se kërkesë. Mban mu pak më të veçantë sot këtu para jush, është se me krenari jam njeri ndër 45 kandidatët për kuvendar për Prizren, shok i Hashim Thaqit dhe Kadri Veselit. Edhe unë rrugtimin tim e kam fillu këtu, këtë nëndek, po ndër të partë, do të thëtë kam qenë kryetar këtu në fillet e Partisë Demokratike dhe e kemi ngrit edhe nivelin edhe strukturat e Partisë Demokratike këtu, për të vazhdu ma vënë në diplomaci, për çka i falenderoj edhe presidentin që kemi në Hag Hashim Thaqin, për besimin që më ka dhënë të jem diplomati i parë i Republikës Kosovës që ta themeloj konsulatën e përgjithshme në Stamboll. Falenderoj. Arsyeja ime pse jam kandidu për asamble është sepse qytetarët e lagjës 11 Marsi, ku aty jam si aktivist i vjetër, ata ma kanë dhënë propozimin që unë të jem zëri i tyre në kuvendin komunal. Dhe për atë arsye, unë do të jem zëri jo vetëm i Nëndekës 11 Marsi, po i të gjithë qytetarëve të Prizrenit. Këtu jemi në Nëndekën apo lagjën dy Korriku dhe 11 Marsi. Këto dy Nëndek Parlamentit Kosovës i kanë dhënë deputet. Këto dy Nëndek qeverisës lokale i kanë dhënë drejtor. Këto dy Nëndek kuvendit komunal i kanë dhënë asamblesë apo kuvendar. Gjë që do ta bëjnë edhe të ardhmen, sepse angazhimi dhe puna atyne e palashme do të na sjellë një fitore sa më të mirë dhe dinjitoze. Dhe të cekë dhe të përmendet se mobilizimi këtyre dy Nëndekëve ka bërë ndryshimin maksimal kur e shem kryezione ka qenë shpejt. Po ashtu rikthimin e Partisë Demokratike në Shaqir Totaj, ndryshimin më të madh kanë bërë këto dy Nëndekë. Unë jam vërtet falenderos ndaj jush mbështetjes juaj, mirë po edhe në këtë mandat apo 4 vite që kemi kaluar, si dy Korriku 11 Marsi, të dy Nëndekët i kanë kodet e veta buxhetore që nuk i ka mungu investimet në këto dy Nëndekë, e këto investime do të vazhdojnë të ndodhin edhe në mandatin e ardhshëm. Jam Endrit Zogaj, bashkëqytetari juaj, por tashmë shumë i vendosur që zëri i brezit tim të ndëgjohet në Asamblenë Komunale të Prizrenit, për çka dhe kërkoj mbështetjen tuaj me votë. Fitoren tonë në Prizren e shohim si fitore të progresit, fitore të zhvillimit, fitore të transparencës. E shohim si fitore të shpresës dhe vazhdimit punëve të mira që kryetari Shaqir Totaj i ka shtruar përpara. Të dashur bashkëqytetarë, fitoria jonë është fitore juaja, sepse ne, së bashku me kryetarin Shaqir Totaj, nuk jemi ngarë vetëm për fitore, ne jemi ngarë për vazhdimin e transformimit të qytetit të Prizrenit. Ne jemi listë të PDK-s, por nuk jemi ngarë veç për PDK-n. Ne jemi ngarë për secilin qytetar pa dallim. Prandaj rruga është e qartë.
Shaqirtotaj tha se tashmë po kërkojmë nga ky vlerësim shumë punë që kemi bërë si në sheshin Shatërvan, projekte të realizuara në qytet e në fshatra.